Në komisionin parlamentar që unë drejtoj për turizmin, ka ardhur për shqyrtim projekt ligji për porte turistike në Republikën e Shqipërisë. Ky ligj paraqet problematikat theksuara kushtetuese, ekonomike të sigurisë kombëtare, sepse synon në një farë forme dhurimin e porteve turistike për klientët, për oligarkët, me ata që qeveria i ka pagzuar si investitor strategjik. Së pari njerë portet, edhe kur klasifikohen si turistike, përbëjnë një infrastrukturë kritike kombëtare që lidhet me sovranitetin territorial, me sigurinë detare, me kontrollin kufitar, me zhvillimin ekonomik dhe me menaxhimin e hapësirës bregdetare. Ato janë pjesë e pasurisë publike. Pra të marrësh pasurinë publike dhe ta shndrosh me një të rënë të lapsit në pasuri private, vetëm një qeveri si anti-shqiptare si Edi Ramos mund ta mendoj. Ata, portet, administrohen dhe duhet të udhëhiqen nga parimi interesit publik maksimal dhe jo nga përjashtime preferenciale sipas lidhjeve që kanë oligarkët me kryeministrin.